Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Si gjithmonë falënderimet tona janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet tona janë për Zotrinë e njerëzimit, për vullin e profetëve Muhammedin, familjen, shokët dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Veprat tona kanë efekte të cilat manifestohen shpirtërisht, por edhe fizikisht. Veprat e mira reflektojnë në anën shpirtërore, por edhe në atë fizike. E po kështu edhe veprat e këqija. Në takimin tonë të sotëm, në fokus me lenë Allah të bareke wa taala, kemi reflektimin e mëkateve në aspektin shpirtëror, fizik dhe material. Në fakt, ne do të prezantojmë para jush të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, disa këshilla që dietari ynë i madh Ibn Qayyim, Allah mëshiroft, i ka dhënë, e cilat kanë bëjnë me reflektimin negativ të mëkateve në jetën tonë shpirtërore dhe materiale. Ibn Qayyimi, si që ndronë në librin e tij të famshëm, Ad-Da'u wad-Dawa, ka thënë kësaj: Inna lis-sayyi'ati dhulmatan fil qalb. Vërtet, mëkati, gjunahu, gabimi ka një errësirë e cila shfaqet në zemër. O sawadan fil wajh, një nxirje në fytyrë. O wahnan fil badan, ka dobësi që shfaqet fizikisht. O naqsan fil rizq, ka mungesë, ndalim të furnizimit nga Allahu te bareke wa taala, ka vështirësi materiale pra. O bughdan fi qulubil khalq, si dhe ka urrejtje në zemrat e njerëzve. Pra, janë 5 pasoja të mëkateve, të gjunaheve, që Hoxha ynë i nderuar i ka trajtuar në këtë këshillë të tij, dhe të cilat ne me lenë Allahut te bareke wa taala do të mundohemi që t'i shkoqisim dhe t'i zbërthejmë, duke munduar që thjesht nxjerrim disa mësime që pastaj do të na ndihmojnë me lenë Allahut te bareke wa taala që ne t'jemi në rrugën e drejtë dhe larg gjunaheve dhe mëkateve. Duke qenë se ne e kemi përmendur dhe e kemi cituar shpesh imamin ton Ibn Qayyimin, sot nuk do të përsërisim biografinë e tij, e kemi thënë më parë, prandaj pa humbur kohë fare, me lenë Allahut te bareke wa taala, ne do të kalojmë dhe do të flasim për këto 5 këshilla të tij, të cilat, nderuar vëllezër, po t'i klasifikonim tematikisht, atëherë do të mund t'i ndanim në 4 grupe. Pra, nëse këto pasoja të mëkateve që ka përmendur Ibn Qayyimi, do t'i selektonim, do t'i klasifikonim në mënyrë tematike, atëherë do të mund t'i ndanim në 4 grupe. E para, errësirën në zemër, do t'a trajtonim si pasojë shpirtërore. Nxirjen në fytyrë dhe dobësinë në trup do ta trajtonim si pasojë fizike. Urrejtjen në zemrat e njerëzve do të mund ta trajtonim si pasojë shoqërore. Pra, njeriu bëhet i padëshirueshëm dhe i refuzuar shoqërisht. Dhe të fundit, shkurtimin në furnizim ose ndalimin e furnizimit për shkak të mëkateve do të mund të trajtonim si pasojë materiale. Pra, janë 4 fusha në të cilat, sipas imamit Ibn Qayyimit, manifestohen pasojat e mëkateve dhe efektet e tyre negative, dhe ne me lenë Allahut te bareke wa taala do të mundohemi që t'ua shpjegojmë në mënyrë që të shohim se sa të rrezikshme janë këto mëkate dhe sa të rrezikshme janë pasojat e tyre. Do të shohim me lenë Allahut te bareke wa taala se si ato kanë vërtet një ndikim
negativ dhe teje të rënd, i cili do duhet që të na bënte që ne të ikim mëkateve dhe gabimeve. E para, pasojat shpirtërore të mëkateve. Ibn Kajimi, Allah mëshiroft, ka përmendur se si pasojë, si efekt negativ i mëkateve i cili reflekton në jetën e njeriut, është errësira në zemër. Në të vërtetë, nëse ne shfletojmë literaturën fetare, do të gjejmë se këtë këshill para Ibn Kajimit e ka thënë sahabiu ndritur, dietari i madh nga mesi sahabeve, Abdullah ibn Abbasi, Allah qoftë i kënaqur me të, dhe baban e tij, i cili në mënyrë tekstuale ka thënë kësaj. Vërtet, vepra e mirë i jep njeriu të shkëlqim në fytyrë, dritë në zemër, begati në furnizim, forcë në trup dhe dashuri në zemrat e njerëzve. Nëse gjunahet kanë errësirë në zemër, atëherë veprat e mira kanë dritë në zemër. Ajo që dëshim të themi me këtë se është se Ibn Kajimi, Allah mëshiroft, këto urtësi për cilat është dalluar, i ka marrë nga edukimi që ka pasur me mësimet kuranore, mësimet profetike, mësimet e shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Çfarë nënkupton errësira në zemër? Çfarë nënkupton që dikush të mos ketë dritë në zemrën e tij? Sigurisht se nënkupton atë hamendësimin, nënkupton çorientimin, humbjen në horizont, duke mos ditur se nga të orientohet, duke mos ditur se çfarë do të bëj. Pra, është, si themi, një lloj devijimi i thellë, i cili njeriu t'ia pamundson që të shet vërtetën dhe rrjedhimisht edhe ta ndjek atë. Dhe si i këtill, sigurisht se ai do të bëj gabime, do të bëj lëshime të cilat do t'jenë teje të mëdha. Ose me fjalë të tjera, duke u referuar edhe mësimeve kuranore, do të ndodh verbrimi i mendjes. Do të ndodh që pastaj zemra dhe mendja do të jenë jashtë funksionit primar. Allahu ka thënë në Kur'an: "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur." Venire, nuk janë syt ata që verbohen, por janë zemrat në gjokset e njerëzve. Pra, njeriu edhe duke qenë i verbër, nëse ndjek fjalën e Allahut te bareke ve teala, nëse ndjek fjalën të dërguarit e tij, ai e shet vërtetën. Ndërsa ai që ndjek epshet, ai që lajthit nga rruga e drejtë, që shmanget, ai njeri edhe nëse ka shikimin, ai nuk e shet vërtetën, nga se ajo që i është verbuar atij nuk është syre, por është zemra. Dhe përpasoj ai nuk mund ta shet vërtetën. Dhe përpasoj ai vazhdon që të zhytet thellë e më thellë në këtë humnerën e mëkateve dhe humbjes. Kjo bën që njeriu përpasoj të privohet nga dija e vërtetë. Dija nuk nënkupton detyrimisht informacionin. Informacioni është material, është brumi dijes së vërtetë. Por dija e vërtetë shkon përtej informacionit. Dija e vërtetë është ajo që reflekton në praktikën tonë. Prandaj ne si besimtar porositemi që po duam që krahas informacionit, po deshëm që krahas informacionit kemi edhe dijen e dobishme, atëherë patjetër se duhet të ikim mëkateve. Sahabiu nderuar Abdullah ibn Mesudi, Allah qoftë i kënaqur me të, ka thënë kësaj: konsideroj se njeriu e harron një dije që e ka mësuar për shkak të një mëkati që e ka bërë. Pra, dija e vërtet, dija udhëzuese dhe mëkatet janë dy botë të ndryshme, që nuk shkojnë njëra me tjetrën. Dhe sa herë që dominon bota e mëkateve, atëherë kjo dija e vërtet do të venitet, do të vyshket, do të zbehet
e mbase edhe do të zhduket tërësisht. Prandaj si besimtar, ne duhet që diturisë t'i kushtojmë rëndësi, diturisë së dobishme. Për faktin se, siç kanë thënë të parët tanë, dituria e dobishme është më shumë se sa dituri. Është nur, është dritë e Allahut te bareke ve teala që e hedh në zemrat tona. Imam Maliku e ka këshilluar, kur ka parë Imam Shafiun që ka shfaqur një lloj zgjuarësie që nuk i ka vënë re tek të tjerët. Një mençuri, një gatishmëri, një të kuptuar të thellë për të dijes, i ka thënë kësaj: o djalosh, unë po shoh se Allahu pas ka hedhur nurin e tij në zemrën tënde, ka hedhur dritën e dijes së vërtet. Prandaj mos e shuaj këtë nur me mëkate. Mëkatet janë, si thuash, një lloj materiali që zhbën dritën e dijes. Janë aq të rrezikshme sa që e ngulfasin dijen e vërtet. E mbulojnë dritën e saj dhe përpasoj ajo, pasaj më nuk mund që të ketë rolin dhe efektin e saj. Prandaj, si besimtari duhet që të largohemi nga mëkatet, nga se ato na privojnë nga dija e vërtet, e cila është, si themi, parakusht për të qenë në rrugën e drejtë dhe për të qenë i udhëzuar. Ai që nuk e ka dijen e vërtet, si mund të jetë i udhëzuar? Dhe nuk është kjo pasoja e vetme. Pasojë tjetër e madhe, të nderuar vëllezër, të respektuara motra, e mëkateve në aspektin shpirtëror është ai hutimi, ajo hamendësia, hezitimi, konfuzioni, humbja, devijimi, lajthitja, ajo jeta e vështirë e cila pastaj çdo ditë e më shumë bëhet edhe më e rëndë pikërisht për shkak të mëkateve. Allahu ka thënë në Kur'an: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ai që ja kthen shpinën fjalës sime, fesë sime, udhëzimit tim, islamit, ai do të ketë një jetë të rënduar, me gjitha kuptimet që fjala e rënduar mund t'i bartë. Pra, do të ketë jetë të rëndë shpirtërore, jetë të rëndë psiqike, do të jetë i ngarkuar me stres, me gjëra që ne edhe i shohim tek ata që zgjedhin që të ndjekin rrugën e mëkateve dhe rrugën e gjunaheve. Prandaj, nëse duam që ne të jemi të shpëtuar, nëse duam që ne të jemi të udhëzuar, duhet të ikim mëkateve, nga se ato në radhë të parë sulmojnë zemrën tonë. Ato në radhë të parë privojnë zemrën tonë nga shikimit vërtetave. E pastaj ne mund të përfundojmë keq e më keq. Pasojë e dytë e mëkateve janë ato që Ibn Kaimi ka përmendur si pasoja fizike. Është nxirja e fytyrës dhe është dobësia fizike, mungesa e fuqisë. Sigurisht se këto i ka përmendur më parë, i kanë përmendur më parë dhe shumë dietarë të tjerë, por i ka përmendur sahabiun nderuar të cilin ne cituam më parë, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, i cili ka thënë vazhdimsi e citatit që ne përmendëm më parë, ndërsa mëkati sjell errësirë në fytyrë, errësirë në zemër, dobësi në trup, paksim të furnizimit dhe urrejtje në zemrat e njerëzve. Nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, është interesante të përmendet se si Ibn Kaimi, i cili ka qenë vërtet një ekspert i çështjeve shpirtërore, dhe jo vetëm, ka përmendur disa pasoja duke i ndërlidhur me disa gjëra që sikur ne t'i kishim parasysh. Atëherë, me lejnë Allah te bareke ve teala, ne do të largoheshim nga mëkatet dhe do të dispononim me shëndet shpirtëror, psiqik, por edhe fizik. Ka thënë se mëkatet, para se ta citojmë fjalë për fjalë, thënë se mëkatet ndikojnë në, nëse mund të them kësaj,
për shpejtimin e plakjes dhe jo vetëm. Ndikojnë edhe në transformimin e tmerrshëm fizik të njeriut. Nëse keni vënë re një njeri të bukur, të pashëm, i cili me kohën pastaj ka ndryshuar dhe nga një fytyrë dikur që ka shndritur, tani mund të jetë në një fytyrë e cila është e frikshme, atëherë kjo mund të ketë ndodhur edhe për shkak të mëkateve. Ibn Kajimi, Allah mëshiroft, në mënyrë tekstuale ka thënë kësaj. Në librin Zadul Mead ka thënë njeriu me fytyrë të bukur, nëse nuk e ruan bukurinë dhe hjeshin e tij, por e përdor atë për gjëra të shëmtuara dhe për mëkate, atëherë sa më shumë që plaket dhe sa më i shtyrë që të bëhet në moshë, zymtësia, errësia dhe shëmtia i shfaqen në fytyrën e tij. Pra, me kalimin e viteve, mëkatet do të bëhen gjithnjë e më dukshme në fytyrën e mëkatarit. Dhe nga ai që dikur ose ajo që dikur është dalluar për fytyrë të bukur, tani do të shndrohet në dikë që të trishton me pamjen e tij, që të lemeris me pamjen e tij, që fytyra e tij tani më tregon për dikë që ka një brendësi të tmerrshme, ka një brendësi e cila për shkak të mëkateve është kthyer në burim frike, në burim tmerri, në burim i cili njerëzit i bën të lemeruar. Pra, për të shmangur operacionet plastike që ne sot i shohim që janë përhapur gjithandej nëpër botë, mos bëni mëkate. Nga se duke u larguar nga mëkatet, ruhet natyrshëm bukuria. Ndryshe, po bën mëkate, them kësaj më mirë, nuk ka ndonjë operacion i cili mund ta largon shëmtin, mund ta largon atë pamjen e keqe, atë pamjen e tmerrshme, dhe ne jemi dëshmitar të shumë prej atyre që kanë bërë operacione të këtilla, janë duken edhe më të tmerrshëm, duken edhe më të frekshëm, duken edhe më të shëmtuar. Prandaj rruga e vetme për ta ruajtur shëndetin shpirtëror, shëndetin psiqik dhe shëndetin fizik, pra edhe pamjen, edhe dukjen, është që ne të largohemi nga mëkatet dhe gjunat. Përse ndodh kjo? Përse ndodh ky transformimi? Pra përse mëkatet bëjnë që njeriu të vuajë edhe fizikisht? E para, sigurisht ne po përmendim vetëm sa për ilustrim, ka shumë arsye. E para është se kjo mund të jetë ndëshkim për mëkatin. Disa mëkate kanë ndëshkime të këtilla që shfaqen madje edhe në këtë botë, ke bërë një gjuna, ke bërë një mëkat dhe si dënim për këtë mëkat e ke këtë nxirjen e fytyrës, e ke këtë dobësinë fizike. Mund të jetë edhe për shkak se disa gjunahe që njerëzit ndonjëherë dëfrehen e argëtohen me to, kanë pasoja në vazhdim, cilat reflektojnë edhe fizikisht. Për shembull, prostitucioni. Dikush mund të mendoj se mund të argëtohet ose ndjej kënaqësi në këtë vepër të shëmtuar. E pastaj kur preket nga sida, kur preket nga kjo sëmundje e cila ja merr edhe jetën, e kupton se vërtet mëkatet kanë efekte që reflektojnë edhe fizikisht, edhe në lodhje, por edhe në transformimin e frekshëm të pamjes dhe dukjes së njeriut. Allah na ruajt nga mëkatet dhe gjunat. Ne po bëjmë një pauzë të shkurtër këtu, nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, për të rikthyer sërish me shpjegimin e këshillave të imamit ton, që janë vërtet për të marrë në konsiderat, nga se fundja nëpërmjet tyre, nëpërmjet largimit nga gjunat dhe ndjekjes së rrugës së vërtet,
jemi ne ata që përfitojmë. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen Allah te bareke o teala për të vazhduar me shpjegimin e pasojave të mëkateve, që siç përmendëm në pjesën e parë u munduam për t'i pasur më të qarta, për t'i konkretizuar më shumë, u munduam që të bëjmë edhe një klasifikim tematik të tyre. Në këtë pjesë do të flasim për pasojat shoqërore të mëkateve. Me pasojat shoqërore kemi për qëllim pranimin ose jo të një njeriu në shoqëri. Se sa është i pranueshëm dhe jo ndikojnë edhe veprat që bën njeriu. Veprat e mira mund të kenë ndikim që njeriu të jetë i pranuar në mesin e njerëzve. Sikur që gjunahet dhe mëkatet mund të kenë ndikim që shndrohet në një njeri të urryer dhe rrjedhimisht edhe të refuzuar. Dhe këtë e gjejmë pikërisht në fjalët e të dërguarit të Allahut, i cili ka thënë kësaj: Inna Allaha idha ahabba 'abdan da'a Jibril, faqala inni uhibbu fulanan fa ahibba. Kur Allahu ta doj një njeri, e thret Gjibrilin dhe i thot: unë e dua filanin, dua edhe te. Fa yuhibbuhu Jibril, thumma yunadi fi s-sama, fa yaqul inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Pastaj Gjibrili e do këtë njeri dhe thret në qiell, i thret banorët e qiellit dhe thot: Allahu e do filanin, duajeni edhe ju. Fa yuhibbuhu ahlu s-sama, dhe banorët e qiellit e duan atë. Qal thumma yudau lahu al-qabul fil ard. Pastaj Allahu bën që ky njeri të jetë i pranueshëm në mesin e njerëzve. Pra në zemrat e njerëzve gjej një dashuri, një respekt, një nderim që i bëhet. Wa idha abghadha 'abdan da'a Jibril fa yaqul. Nëse Allahu na ruaj, Allahu e urrejn një rob, e thret Gjibrilin dhe i thot kësaj: Inni ubghidu filanin, fa abghid, unë e urrej fulanin, prandaj urreje edhe ti. Fa yubghiduhu Jibril, dhe Gjibrili e urrejn atë njerin. Thumma yunadi fi ahli s-sama, inna Allaha yubghidu fulanin, fa abghidu. Pastaj Gjibrili thret në qiell: Allahu e urrejn filanin, urrejeni edhe ju, fa yubghiduna thumma tudau lahu al-baghdha'u fil ard. Banorët e qiellit e urrejn atë njeri, e pastaj urrejtja shfaqet për këtë njeri edhe në zemrat e njerëzve. Pra, nëse ne bëjmë vepra të mira, ne fitojmë dashurinë e Allahut xhallahu ala. Dhe kur ta fitojmë dashurinë e Allahut xhallahu ala, do të na duan banorët e qiellit, engjëjt, e pastaj do të na duan edhe njerëzit. E Allahu na fal, në qoftë se ne për shkak të gjunaheve kemi tërhequr zemrimin e Zotit, kemi tërhequr pas vete hidhrimin e Tij dhe këtë urrejtje të Tij ndaj nesh, atëherë ne do ta humbasim dashurinë e Allahut xhallahu ala, dashurinë e banorëve të qiellit, por do ta humbasim edhe dashurinë e banorëve të tokës. Pra, do të jemi të urryer për shkak të gjunaheve tona, për shkak të mëkateve tona. Dhe kjo është kësaj të nderuar vëllezër, nga se edhe logjikisht nuk ka kuptim që dikush që ka bërë vepra të mira, dikush që është dalluar për mundi, për angazhimin e tij, krahasohet me dikë që nuk është kursyer nga asnjë gjuna dhe asnjë mëkat. Allahu ka thënë në Kur'an: Em nej'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihat kal mufsidina fil ard. Em nej'alu al-muttaqina kal fujjar. A mendoni që ne ti trajtojmë njëjtë ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira me ata që kanë bërë shkatërime?
A është normale që dikush që ka bërë vepra të mira, të ketë trajtimin e njëjtë që dikush ka bërë vepra të këqija, ose kundërta kjo, kategoria këtyre mëkatarëve, këtyre shkatarraqve që nuk kanë lënë gjuna pa bërë. A është normale që trajtohen mirë si trajtohen të mirë? Jo. A është normale që një mëkatar, një gjunaqar të trajtohet sikur një i devotshëm? Jo. Prandaj ne në bazë të veprave tona e përcaktojmë pozitën tonë tek Allahu te bareke o taala. Nëse bëjmë vepra të mira, Allahu na do. E nëse ne bëjmë gjunahe, bëjmë gabime dhe nuk pendohemi, nuk ndalemi, thellohemi sa më shumë në to, atëherë ne e kemi tërhequr pas vete zemrimin e Allahut te bareke o taala. Allahu ka thënë: "Em hasibe alladhina ijtarahu as-sayyi'at en naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihat." A mos vallë po mendojnë ata që kanë bërë sejate, gjunahe, që ti barazojnë me ata që kanë besuar dhe kanë bërë salihate, kanë bërë vepra të mira. Nuk ka mundësi. Ai që ka bërë vepër të keqe nuk mund të trajtohet sikur një besimtar i devotshëm i cili ka besuar Allahun te bareke ve teala dhe ka bërë vepra të mira. Prandaj ne me veprat tona e fitojmë dashurinë e Allahut xhallahu ala, por Allah na ruaj mund të jemi shkaktar që ta tërheqim pas vete zemrimin dhe hidhrimin e tij. Pasojë tjera që Imami ynë Ibn Kajimi, Allah më sheroft, ka përmendur si pasojë të mëkateve, janë edhe ato që i kemi klasifikuar si pasoja materiale. Dhe këto pasoja të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra manifestohen në të gjitha nivelet shoqërore. Pra edhe në nivelin individual, por edhe në atë shoqëror. Sa i përket nivelit individual, Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë kësaj: "Inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusiba." Vërtet, njeriu do të privohet nga furnizimi për shkak të gjunahet të cilin e ka bërë. Pra, gjunahu mëkati për individin, për besimtarin si person, është se thuash një derë e hekurt, e mbyllur, e cila nuk i hapet sa i përket furnizimit. Pra gjunahet janë ai dryni i cili këtë derën e asaj depos paskajshme të mirave të Allahut te bareke ve teala, pra është ai dryni që vjet kësaj derë të cilën ne nuk mund të hapim për shkak të gjunave që bëjmë. Prandaj nëse duam që jemi të begatuar nga Allahu xhallahu ala, të jemi të furnizuar me të mirë nga Allahu xhallahu ala, ajo që ne duhet bëjmë është që të largohemi mëkateve. Veprat e mira, nëse gjunahet janë dry, atëherë veprat e mira pendimi është qeles, i cili e hap këtë derë dhe pastaj, siç ka thënë Allahu te bareke ve teala, na furnizon prej nga ne nuk e kujtojmë fare. Duke qenë të devotshëm dhe duke u mbështetur në Allahun xhallahu ala, Allahu na furnizon me të mirat e tij, prej nga neve nuk na shkon mendja fare. Ndërsa sa i përket pasojave të mëkateve, pasoja materiale në kuptimin shoqëror, ato janë përmendura edhe në Kur'an edhe në hadithe. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka përmendur disa prej atyre gjërave, për shembull, përhapja dhe ushtrimi i prostitucionit, mosdhënia e zekatit, mashtrimi në peshore. Janë disa prej atyre veprave që Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka përmendur në hadithet e tij dhe të cilat kanë pasojë të kësaj natyre, pra që ndikojnë në privimin e njerëzve si shoqëri nga të mirat e Allahut te bareke ve teala. Në të vërtetë Ibn Kajimi, duke përmendur këto gjëra në këtë dhe libra tjerë, ka përmendur një detaj interesant të cilin ne duhet ta kemi parasysh. Allahu ka thënë në Kur'anin famad: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli prej të mirës në të keqen, përderisa ata nuk e ndryshojnë gjendjen e tyre. Pra, nëse e shen një shoqëri të begatuar, një shoqëri që Allahu i ka dhënë të mira, nëse e shen se është privuar për tyre, atëherë dije se është privuar për shkak të mëkatit. Nga se Allahu nuk e ndryshon gjendjen e mirë të dikujt, përderisa ata nuk kthehen nga adhurimi në mëkate, nga bindja në kundërshtim, nga respektimi në gjuna. Pra veprat tona kanë ndikim atë sa Ibn Kajimi, pasi që citën këtë ajet, ose shërbet me këtë ajet, thotë kësaj, mëkatet vazhdojnë që ta zhveshin njeriu nga mirësit njëra pas tjetrës. Sa më shumë mëkate, ta dish se aq më shumë do të jesh i privuar nga të mirat e Allahut te bareke ve teala. Prandaj ne mund që të zgjedhim o të vazhdojmë me mëkate o të vazhdojmë me vepra të mira, të cilat mund të na japin jetë me bollëk, jetë të mirë, mirëqenie të madhe. Pra mund të kemi varësisht nga veprat tona, ne mund të kemi për shkak të gjunave jetë të rëndë dhe për shkak të mirave mund të kemi jetë të mirë edhe në kuptimin material. Allahu te bareke ve teala ka thënë: "Walau an ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alehim barakatin min as-sama'i wal ard." Sikur banorët e këtyre vendbanimeve të besonin dhe të ishin të devotshëm, pra të ishin besimtarë siç duhet, atëherë ne do t'u hapnim dyert e të mirave nga qielli dhe toka. Pra Allahu do të na furnizonte me të mira të shumta që do të kishin vërtet një rëndësi të madhe në jetën tonë. Tani që jemi në fund të këtij takimi të sotëm, do doja që në mënyrë që të marrim një mesazh të duhur, fakti që ne përmendëm këto pasoja të mëkateve, nuk në kupton se është edhe fundi. Prej mirësisë së Islamit është se Allahu te bareke ve teala na ka lënë çdo herë një derë të hapur. Këto mëkate kanë këto pasoja të cilat janë vërtet të rrezikshme. Por a mund të ndryshojë gjendja jonë për të mirë? Sigurisht se po. Dhe këtë e gjejmë edhe në Kur'an famadh dhe e gjejmë edhe në hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Në një prej atyre haditheve të shumta në të cilat Muhamedi alayhis salatu wassalam na ka dhënë këshilla se si duhet të largohemi prej mëkateve, se si mëkatet kanë ndikim të tmerrshëm edhe në çështjet që kanë të bëjnë me kredon, me besimin. Në fund të një prej këtyre haditheve Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë wat-tawbatu ma'rudatun ba'd. Këto janë mëkate dhe këto janë pasojat e tyre. Por pendimi është ende në dispozicion. Pra, pavarësisht gjunaheve që kemi bërë, pavarësisht gabimeve që kemi bërë, pavarësisht kësaj gjendjes që mund të jetë si pasojë e gjunaheve, ta dimë se ka një derë e cila na mundson rikthimin në gjendjen tonë të mirë, e cila na mundson rikthimin nga varfëria në bollëk, nga jeta e rëndë në jetë të mirë, nga mjerimi në lumturi. Dhe kjo është dera e pendimit. Allahu ka thënë në Kur'an, ka bërë një thirrje të jashtëzakonshme: "Kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." O Muhammed, thuaj robërve të mi, të cilët kanë bërë mastraf me gjunahe, pra që nuk kanë lënë gjuna pa e bërë, la taqnatu min rahmatillah, mos guxoni ta humni shpresën në faljen e Allahut xhalla wala. Fa inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, nga se inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allahu i fal të gjitha mëkatet. Pra pendimi është kjo dera e cila është ajo drita, do të thosha, është ai litari i cili na nxjerr neve nga humnera e mëkateve. Është ajo dera e cila
në nxjerr neve në jetë të mirë. Është ajo dritarja në cilën ne, nderuar vëllezër, arrim ta shohim shpresën sërish. Arrim ta shohim mundësinë për rikthim në gjendje të mirë sërish. Prandaj na duhet që ne të pendohemi, nga se Allahu ka thënë: "Wa inni laghafarun liman tab." Unë e fali atë që është penduar. Unë, thëtë Allahu i madhruar, e fali atë që ka vendosur të kthehet tek unë, pavarësisht gjunave që kemi bërë. Mos lejoni që djalli i mallkuar t'u ambush mendjen se nuk ka falje për ju. Po ka falje për gjithë ne, pavarësisht mëkateve, pavarësisht gjunave që kemi bërë, ka falje nga se mëshira e Allahut është më e madhe absolutisht se çdo mëkat që ne kemi bërë. Le të pendohemi nga se Allahu ka thënë: "Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at." Le të pendohemi dhe le të bëjmë mirë, nga se veprat e mira kanë fuqinë për të zhbërë veprat e këqija dhe kësaj na kthehet lumturia, na kthehet jeta të cilën e ndrojmë të gjithë. Allahun e lutim që Allah të na mbaj larg e më larg mëkateve. Allah të na ofroj sa më afër tij dhe fesë së tij. Allah të na dhuroj lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.